Në ditët e sotme, problemet me shtyllën kurrizore janë rritur ndjeshëm, sidomos tek fëmijët. Fenomene si skolioza, kifoza dhe qëndrimi i gabuar i trupit po bëhen gjithnjë më të zakonshme. Pedagogu i fizioterapisë në Universitetin e Shkodrës, Sebastian Mjekaj, thotë se këto vijnë si pasojë e përdorimit të tepërt të celularëve, mbajtjes së çantave të rënda dhe qëndrimit të gabuar gjatë studimit apo uljes për kohë të gjatë. Tek fëmijët kemi probleme të tjera, jo dhimbje të pjesës cervikale dhe lumbare, por kemi fenomene të tilla si devijime të shtyllës kurrizore, si skolioza, kifoza ashtuar në rajonin torakal, si pasojë e përdorimit të celularëve, mbajtjes gabuar të çantës. Këto janë faktorët pra që shfaqen më shumë tek fëmijët. Sipas pedagogut Mjekaj, ruajtja dhe përmirësimi i kësaj gjendje kërkon kujdes të vazhdueshëm. Ushtrimet dhe aktivitetet fizike mbeten ndër mënyrat më efektive për zhvillimin e trupit dhe mirëmbajtjen e shëndetit. Këshilla ime është që të ruajnë fizikun e tyre, të ruajnë shëndetin e tyre përmes ushtrimeve fizike, aktivitetit fizik, sepse ato janë ndërhyrjet më të mira që ato mund të bëjnë për veten dhe për shëndetin e tyre dhe të mos hezitojnë të drejtohen tek stafi mjekësor, tek fizioterapistët për problemet që mund të kenë në fillimin e tyre, jo pasi problemet janë agravoar dhe kanë sjellë dhe kanë nevojë pastaj për ndërhyrje dytësore ose tretësore të kujdesit shëndetësor. Në përfundim, specialistët theksojnë se përfshirja e ushtrimeve të rregullta fizike, kontrolli i qëndrimit gjatë qëndrimit ulur dhe kufizimi i përdorimit të pajisjeve elektronike mund të ndihmojnë ndjeshëm në shmangjen e këtyre shqetësimeve.